mirë se vini në kanalin ton Fuqia e Trurit. A të ka ndodhur ndonjëherë të shohësh një person për herë të parë, por të ndjesh sikur e njeh prej kohësh? Si është e mundur që fytyra që shohim për herë të parë të na duket e njohur? A është kjo vetëm një ndjesi apo ka një shpjegim shkencor pas saj? Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbisni asnjë video me përmbajtje me vlerë. Studiuesit thonë se truri ynë është i ndërtuar për të njohur fytyra. Madje ekziston një pjesë specifike e trurit të quajtur fusiform face area, që është e specializuar për përpunimin e fytyrave. Kjo zonë është pa e ndjeshme, saqë shpesh e bën trurin të përpiqet të njohë fytyra edhe atje ku nuk ka, si në re, në mure apo në objekte të zakonshme. Ky fenomen njihet si pareidolia. Por pse na ndodh që një fytyrë plotësisht e panjohur të na duket e njohur? Një nga arsyet kryesore është ajo që quhet efekti i familjaritetit. Truri ynë ka tendencë të besojë më shumë gjërave që i njeh, edhe nëse ato janë vetëm pjesërisht të njohura. Në shumë raste, fytyrat që na duken të njohura kanë veçori të përbashkëta me njerëz që i kemi takuar më parë, qoftë edhe për një moment të shkurtër. Këto ngjashmëri të pjesshme mjaftojnë që truri të krijojë ndjesinë e familjaritetit. Një tjetër arsye është përvoja përsëritur me një tipar të caktuar. Për shembull, fytyrat që i shohim shpesh në media, në rrjete sociale apo në filma mund të krijojnë një lloj memorie vizuale të pavetishme. Më pas, kur ndeshim një fytyrë që i ngjan asaj memorieje, kemi përshtypjen se e kemi parë më parë, edhe pse realisht nuk kemi pasur ndonjëherë kontakt të drejtë për drejtë. Interesante është edhe roli i emocioneve. Nëse një fytyrë na ngjan ndjesi pozitive, qoftë sepse na kujton dikë që e duam ose sepse na ngjan me një person që na ka trajtuar mirë, atëherë kemi më shumë gjasa ta perceptojmë si të njohur. Ka edhe një aspekt evolucionar. Në kohra të lashta, njohja e shpejtë e fytyrave ishte thelbësore për mbijetesë. Dallimi mes mikut dhe armikut duhej bërë në sekonda. Ky instinkt mbijetese është ende i gjallë brenda nesh, duke e bërë trurin të jetë i prirë të identifikojë fytyra të njohura sa më shpejt të jetë e mundur, madje edhe kur nuk janë realisht të njohura. Ndjesia e njohjes është shpesh një kombinim kompleks i përvojës, perceptimit, kujtesës dhe emocioneve tona. Truri ynë është i fuqishëm, por edhe i prirur ndaj gabimeve të perceptimit. Kjo e bën jetën njerëzore më të çuditshme, por edhe më interesante. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.